ose me për që ata e njësë njësinë speciale. Dhe më thonë, ideja, me njëherë dje një farë ideje, një farë pasyre, vizuale që ki të bëjmë me diçka të rrezikshme në atë farë pjese. Edhe pikërisht që ky ka qenë qëllimi dje i Kurtit, me qua atje me kallëzu që na kemi të bëjmë atje me njerëz të rrezikshëm. Edhe eventualisht me arrestu me njësi speciale Samil Ushtakun, një farë forme me tentu me poshtru para njerëzve vetë. Pa e thirrë hiç prokuroria as policia. Do thonë, çashtu po dje. Prandaj edhe drejtë sakt janë përgatitur për këtë raste. Historikisht janë të përgatitur. Gjenerat mas gjenerat e brez mas brezi. Sa ju kanë shku qështu në qëtë formë, dëdhunshme, me pizgavera, me qavodijun e kësi njësi speciale, ushtarake, policore, ata kanë rezistu. Edhe në kohën atë më të vështira kanë rezistu. Edhe nuk ka pas nevojë me shku qashtu. O do është me shku dje, pse si ka shku dje me quftesën, me shku policia e rregull. Çfarë ke pyetje? Me krime veterana, hetus. Po, da krime veterana është e teprume. Po të me tjerë. Edhe ti edhe okej, nuk është krime veterana. Hetus. Ja, dhe është e rëndë shumë. Hetus të krime veterana vinë, se çaj departament është, me orë me tirë me intervistu. Kjo motet me vepër që kry, tash kanosja, që kjo që është u kry vepra penale që dyshohet. Domethënë kjo e ka një farë limitit të dënueshmërisë. Edhe krimet e rënda janë, si emën është i rëndë, krimet e rënda është struktura se si funksionojnë stacionet policore në komunë. Unë nuk po shoh që ka selektivitet. Ai procedura ka nis, ai është sa të marrë pyetje, halon proces të rregullt, ka vënë pe prokurorit. Pra me sa diun është do duhet të ishte sulm dhe shkaktimi i lëndimeve të trupore. Tash prokurori sigurisht i mbledh. Kjo sulmi është vepër më e lartë se sa para hetimore. Po është vepër penale. Para kësaj thonë të dyat janë vepër penale. Desha veç mund ndërlidhet te kjo për me forcu edhe ende pak si më thon atë sensitivitetin e situatës. Në për komuna stacioni policor, respektivisht komandanti i stacionit policor dhe kryetari i komunës kanë relacione